Në qytetin e Korçës, muzika nuk është thjesht pasion, por pjesë e identitetit kulturor. Kurset e fizarmonikës që zhvillohen në shkollën e mesme artistike Teftatash Kokoço në Korçë, por i kthejnë në qendër të vëmendjes një nga instrumentet më përfaqësuese të traditës korçare, duke zgjuar interes të lartë tek nxënësit e të gjitha moshave. Në krahasim me instrumentat e tjerë që janë më një tingull, instrumenti fizarmonikës ka shumë tinguj. Do të kemi njërë talent edhe 10 punë. Në qoftë se ndodhë kundërta pastaj, do kemi rezultate jo të kënaqshme. Vështirësitë janë fillimisht në rakordimin e të dyja duarve. Por, pasi zhvillohen këto tema, nuk kam vështirësi teknike. Të rinjve ju jap një mesazh. Ta dashurojnë muzikën, se muzika të bën shumë erë njeri. Është ushqim i shpirtit. Në udhëzimin e mësuesit profesionist, ata hedhin rapat e parë në një rrugtim artistik që lidhen ngushtë me trashëgiminë muzikore që Korça ka kultivuar ndër breza. Mua më ka pëlqyer që i vogël, fizarmonika, edhe kam pasur shumë dëshirë të regjistrohesha në shkollën e muzikës. Në fillim ka pasur pak vështirësi, pastaj jam mësuar. Unë e vlerësoj shumë punën e profesorit. Ai na nxit që të punojmë në shtëpi, të dalim sa më mirë. Interesi në rritje dëshmon se tradita e bukur muzikore e qytetit, jo vetëm që nuk është zbehur, por i lind me energji të re.